Sot do ngjyjm vezë me bojë të kuqe. Kjo është java e madhe e Pashkëve. Sot është dita e ende. Të endeve gjithmonë ngjyhen vezët e Pashkës. Për ditën e ende ngjyhen vezë sa pjesëtar ka shtëpia dhe një kokër vezë më tepër, që është kësmeti i shtëpisë. Përbërësit janë vezë, një pak koboj, vaj. Në fillim do marrim vezët, do t'i vëmë për të zier, jo në zjarr të fortë, në zjarr të ngadalt, dhe do t'i lëmë të ftohen. Pastaj në një tjetër do vëmë ujin të vaket, do hedhim bojën, do e tresim mirë, do hedhim edhe uthullën, edhe kur t'jen ftohur vezët do t'i futim në bojën me ujë të vakët. Pasi i lëmë në bojë, i nxjerrim, i lëmë të kullojnë dhe të thahen, dhe pastaj me ndihmën e një pambuku i lyejmë me vaj, që të kemi pak shkëlqim, dhe i vendosim në pjatancë. Të gjitha procedurat do i shohim përsëri një nga një. I kemi vënë vezët në një tenxhere të zinë, kemi vënë 2 kokra më tepër, për siguri, mbase na thyet në një vezë, na merr të krisur. I mbulojmë me ujë, i vëmë të zinë zjarr të javashëm. Pastaj, pas zirjes, i lëmë të ftohen. I kemi vënë vezët në ujë dhe në zjarr të ziejnë. I lëmë të ziejnë për rreth nga 15 minuta, se do i lëmë me zjarr të ngadalt. Tani vezët ka përfunduar së ziri. E fikim sopën dhe i lëmë të ftohen. Do përgatisim bojën që të fusim vezët. Vezët janë ftohur, kemi marrë një tenxhere, kemi vënë pak ujë që të nxehtet pak. E fikim dhe shkojmë tresim bojën. Kemi marrë ujin e nxehtë, marrim pakun e bojës. E presim, e hapim dhe e hedhim tek tenxheria e vogël ku do fusim vezën për të ngjyrë. E përziejm mirë. Me këtë bojë neve ngjyjm 30 kokra vezë. Do ngjyjm edhe vezë të kuqe ditën e shtunë, por sot kemi marrë vezë të bardha dhe do të ngjyjm vetëm për njerëzit e shtëpisë dhe një kokër vezë për shtëpinë. Kjo quhet veza e tendës së madhe, dhe veza që ngjyhet sot nuk prishet për një vit. Do hedhim 3 lugë utulli. Utulla e bën të fortë bojën. Dhe tani fusim kokrat e vezës në bojë një nga një. Me kujdes, vezët kur zihen ngadalë nuk thyen dhe neve nuk na shtyr asnjë kokër vezë. Ne zjehëm 8 kokra vezë, por 6 kokra do futim në bojë. I lëmë në bojë një 5-6 minuta, i heqim dhe pastaj dhe i servirim, dhe i shohim përsëri. Kemi marrë disa letra, edhe letra kuzhine, dhe marrim i nxjerrim vezët një nga një. Nxjerrim dhe e vendosim tek letra që të kullojnë.
I kemi ngjyrë vezët, tani marrim një pambuk, e bëjmë pak me vaj dhe i lyejmë për shkëlqim dhe i vendosim në pjatancë. Aftohur vezët, i kemi nxjerrë nga boja. Marrim pak vaj edhe në një pjatë të vogël. Marrim pambuk ose ja dy pije garza të vogla edhe fillojmë i bëjmë vaj të gjitha vezët një nga një. Në këtë mënyrë, ngjyrim edhe vezët ditën e shtunë, që është numër më i madh i vezëve, sepse janë vezë që neve i shpërndajmë për njerëz. Dhe boja ruhet për 40 ditë në shtëpi, dhe kur mbyllet pashka, boja derdhet ose në liqen, ose në një rënjule, po gjatë këtyre 40 ditëve, sa e na vin njerëz në shtëpi, nëse nuk na ndodhen vezë të kuqe, marrim dhe zgjim dhe ja u japim gjithë njerëzve. I kemi përfunduar së bërim me vaj të gjitha vezët, tani i servirim. Kemi marrë një kup, marrim i vejmë edhe disa gjete të gjelbëra për dekor. Dhe vendosim vezët e kuqe. Këto ishin dhe vezët e tentes të madhe. Kemi zbukuruar me gjete jeshile vezët tona të tentes të madhe. Në këtë mënyrë i ngjyrim edhe i bëjmë vaj edhe vezët e ditës të shtunë.